Në emër të Zotit, nëse ekziston atë njerëzimit, kush do ta ndal këtë kasapan? Në një botë që shpenzon miliarda për bomba dhe hesht për fëmijët që vdesin nga uria, njerëzimi ka dështuar. Bota po sheh, por nuk po sheh. Gaza digjet dhe civilët therren, ndërsa diplomacia hesht si një noter që firmos certifikatën e vdekjes së ndërgjegjes njerëzore. Në emër të sigurisë, Izraeli ushtron terror shtetëror mbi një popullsi të izoluar dhe të uritur. Në emër të paqes, fëmijët e Gazës vdesin nga uria. Në emër të drejtësisë, civilët groposen në rënoja. Çfarë fshihet pas kësaj masakre? Vetëm paranoja e një shteti? Jo, është më shumë. Është një sistem botëror që e ka kthyer vuajtjen njerëzore në një mjet për kontroll, për përfitim, për pushtet. Një sistem që financon armë, më shumë se ilaçe, që shet naftë dhe blen ndërgjegje. Janë të pasurit që po shkruajnë fatin e të varfërve me raketa dhe uri. Gaza është sot laboratori i një barbarie të re, një gjenocid me leje ndërkombëtare. Historia do na mallkoj, jo vetëm ata që shtypën butonin e bombave, por edhe ata që zgjodhen të heshtin, kombet që fshehën krimin në fjalë boshe të së drejtës për vetëmbrojtje, liderët që e përdorën gjenocidin si kartë zgjedhore, akademikët që rregulluan gjuhën, por jo zemrën. Sot nuk ka më neutralitet. O je me viktimat, o je me xhelatët, o je me njerëzimin, o me egërsinë. Gaza është prova jon dhe po dështojmë.